Në një botë plot kimikate dhe ndotje, hithra është një nga dhuratat më të pastra që natyra na ka lënë për të pastruar veten nga brenda. Ndoshta ka ardhur koha të rikthehemi tek ilaçet e nënës natyrë. Në këtë video do të flasim për efektet dhe fuqitë e hithrës. A e dini se një nga bimët më të nënvlerësuar në natyrë, ajo që shumë kush e shmang për shkak të djegjes që shkakton lëkurë, është me të vërtetë një thesar shëndeti? Hithra, kjo bimë e egër që gjendet kudo në Shqipëri dhe më gjerë, është një nga kurat më të fuqishme natyrore që ekziston. Në këtë video do të zbuloni gjithçka rreth fuqisë magjike të hithrës, si ndikon në pastrimin e gjakut, si përmirëson shëndetin e flokëve të lëkurës dhe thonjve, pse është mikja më e mirë e sistemit imunitar, si ndihmon në problemet me veshkat, reumatizmin, aneminë dhe kurat të lashta që janë përdorur brez pas brezi në popull. Do të flasim për studime shkencore moderne që tregojnë ekstraktet e hithrës kanë veti antikancerogjene, antiinflamatore dhe madje ndihmojnë në uljen e sheqerit në gjak. Dhe mos u çuditni nëse dëgjoni që hithra është përdorur dikur edhe për të rritur fuqinë seksuale apo si antiplagje natyrore. Qëndroni me ne dhe zbuloni se si një bimë e zakonshme mund të ndryshojë jetën tuaj. Përpara se t'ju tregojmë kurat e hithrës, le të themi shkurtimisht disa rrëfime popullore dhe legjenda të vjetra që lidhen me hithrën. Një nga legjendat më të njohura që përmend hithrën vjen nga porrallat e vjetra nordike. Ajo u bë e famshme nga Hans Christian Andersen në tregimin Vajza e mbretit dhe 11 vëllezërit. Në këtë tregim, një vajzë e re duhet të shpëtonte vëllezërit e saj të mallkuar që janë shndërruar në mielma. Për t'i shpëtuar, ajo duhet të mbledh hithra të egra që djegin duart dhe të thurë me to bluza të veçanta, pa folur asnjë fjalë derisa të mbarojë. Kjo sakrificë e heshtur simbolizon fuqinë e dashurisë dhe forcën e natyrës për të shëruar dhe transformuar. Kjo tregon që hithra sado e ashpër në pamje mbart një fuqi të fshehur shpëtimi dhe ringjallje. Në Shqipëri, hithra njihet jo vetëm si bimë mjekësore, por dhe si mbrojtëse ndaj syrit të keq dhe energjive të këqija. Në disa zona besohet se një tufë hithre e vendosur mbi derën e shtëpisë mbronte nga magjit dhe shpirtrat e liq. Fshatarët e vjetër thonin: "Ku është hithra, s'afrohet asgjë që s'ka bekim." Kjo gjë e bën hithrën një simbol të fuqishëm të natyrës për të pastruar dhe për të mbrojtur. Disa tregime antike romake dhe greke përmendin hithrën si bimë të perëndive, të përdorur nga mjekët e vjetër për të forcuar trupin dhe për të nxitur qarkullimin e gjakut. Legjendat flasin për luftëtar që fërkonin lëkurën me hithra para betejave për të zgjuar trupin dhe shpirtin. Thuaj që nxehtësia që krijohej nga pickimet e saj rindiste energjinë jetësore. Si ndikon hithra në pastrimin e gjakut? Ajo është një nga bimët më të fuqishme për detoksifikimin natyral të gjakut. Përmban disa përbërës si flavonoid, klorofil, hekur, vitaminë C dhe K, si dhe acide organike që veprojnë në mënyrë direkte mbi qelizat e gjakut dhe sistemin limfatik. Si bëhet pastrimi? Stimulon prodhimin e rruazave të kuqe të gjakut. Për shkak të përmbajtjes së lartë të hekurit dhe klorofilit, ajo ndihmon në rikthimin e energjisë dhe lufton aneminë. Ndihmon mëlçinë dhe veshkat. Duke qenë një diuretik i fuqishëm, ajo ndihmon trupin të nxjerrë toksinat përmes urinës dhe në të njëjtën kohë mbështet funksionin e mëlçisë që është organi kryesor për pastrimin e gjakut. Lufton inflamacionin dhe radikalet e lira. Fal antioksidantëve të saj, hithra ndihmon në luftimin e molekulave që ndihmojnë në shkatërrimin e qelizave të gjakut, kështu që ajo është mbrojtës në sistemin imunitar. Rrit qarkullimin e gjakut, duke përmirësuar elasticitetin e enëve të gjakut dhe redukton presionin e lartë të gjakut. Studimet kanë treguar se përdorimi i çajit të hithrës për disa javë ndihmon uljen e toksinave dhe metaleve të rënda në trup dhe ndihmon në përmirësimin e shenjave të lodhes, puçrave, zbokthit, madje dhe aromës së keqe të djersës.
Pra, një gotë çaj me hithër në ditë nuk është thjesht një zakon i mirë, por një mënyrë për të pastruar trupin nga brenda, natyrshëm dhe pa kimikate. Si përgatitet çaji i hithërës? Për përgatitjen duhet një lugë gjelle me hithra të thata ose një dorë me të freskëta dhe 250 ml ujë. Përgatitja: vlo ujin dhe hidhe mbi hithrat, lëre të qëndrojë 10 deri në 15 minuta. Filtroje dhe pije ngadalë. Mund të shtosh pak limon ose mjaltë për shije. Këshill: pije një gotë në mëngjes me stomakun bosh për 2-3 javë rresht për një efekt detoks të fortë. Lëngu i freskët i hithërës bomb vitaminash. Përbërësit: një dorë me gjethe të freskëta hithre, gjysmë mollë jeshile për shije, një limon, pak ujë. Përgatitja: shplaj mirë hithllat, mund të lëshohen paraprakisht pak në ujë të valuar për të zbutur shijen e hidhur. Vendosi në blender me mollën, limonin dhe pak ujë. Pasi të bëhet pure, filtroje në një nap ose si të imët. Pije menjëherë, preferohet në mëngjes. Efekti: ky lëng freskues pastron gjakun, ndihmon tretjen dhe përmirëson ndjeshëm lëkurën dhe nivelin e energjisë. Banjë me hithër, detoks përmes lëkurës. Përbërësit: një grush me hithra të thata ose të freskëta, 2 litra ujë. Përgatitja: ziej hithrat për 10 minuta dhe filtro përzierjen. Shto lëngun në ujin e banjës dhe qëndro për 15-20 minuta. Kjo banjë është qetësuese për lëkurën, largon toksinat përmes porave dhe ndihmon qarkullimin. Në mesjet, hithra përdore për të pastruar gjakun nga djalli dhe besoi se pastronte dhe shpirtin, luftonte acidin urik, prandaj ishte një ilaç natyral për reumatizëm dhe artrit. Në disa kultura, ajo konsiderohet si bari i shenjtë i rigjenerimit dhe përdoret për të pastruar trupin përpara ritualeve shpirtërore. Për shkak të vetive të saj pastruese, njihet dhe si aspirina e natyrës. Hithra forcon flokët dhe ndalon rënien e tyre. Hithra është një ndër trajtimet më të vjetra popullore për forcimin e rënies së flokëve dhe rigjenerimin e skalpit. Pasuron flokët me hekur, silicë dhe vitamina A dhe C, duke i dhënë atyre forcë dhe shkëlqim. Ndihmon në qarkullimin e gjakut në skalp që përshpejton rritjen e flokëve. Lufton zbokthin dhe yndyrën e tepërt. Përdorimi: përgatitje e thjeshtë, ziej një dorë me hithra të thata në 1 litër ujë për 15 minuta. Lëre të ftohet dhe përdore si ujë për shpëlarje pas shampos. Bëje këtë 2-3 herë në javë për rezultate më të dukshme. Lëkura, pastrim, tonifikim, ndriçim. Hithra është aleate e lëkurës së pastërt dhe urinore. Fal vetive antibakteriale dhe antiinflamatore, ajo ndihmon në pastrimin e akneve dhe puçrave. Lufton ndotusit që akumulohen në gjak dhe dalin në lëkurë në formë skuqesh apo alergjish. Nxit prodhimin e kolagjenit fal përmbajtjes së lartë të vitaminës C. Përdorimi: pini çaj hithre çdo ditë për 1 muaj për të vënë re ndryshimin në freskinë e lëkurës. Mund ta përdorësh lëngun e hithres të ftohur si tonik natyral për fytyrën. Thonjt, forcim dhe ushqim. Nëse thonjt thyhen brenda ose kanë njolla, mund të jenë shenjë e mungesës së mineraleve dhe hithra është pikërisht zgjidhja e duhur. Ajo është e pasur me minerale si kalcium, hekur, magnez, silicë dhe ndihmon në forcimin e thonjve. Pastron gjakun duke ndihmuar në ushqimin e qelizave që lidhen me rritjen e thonjve. Pini rregullisht çajin e saj. Mund të bësh banjo për duart me ujë të vakët hithre për 10-15 minuta 2 herë në javë. Pse është mika më e mirë e sistemit imunitar? Ajo përmban një koktejl të fuqishëm vitaminash dhe mineralesh që forcojnë trupin dhe e bëjnë më rezistent ndaj infeksioneve. Vitamina C dhe A rrisin prodhimin e qelizave të bardha të gjakut që luftojnë bakteret dhe viruset. Hekuri dhe folati ndihmojnë në mbajtjen e gjakut të shëndetshëm dhe oksigjenimin e mirë të trupit. Antioksidantë si flavonoidët dhe karotenoidët luftojnë radikalet e lira dhe mbrojnë qelizat nga dëmtimi.
Forcon mëlçinë dhe veshkat duke përmirësuar filtrimin dhe pastrimin e organizmit nga toksinat. Çaji i hithërës i pirë çdo ditë është një ushtri e vogël që mban trupin nga brenda. Si ndihmon në problemet me veshkat? Hithra është një diuretik natyral që ndihmon trupin të eliminojë toksinat dhe kriprat e tepërta nëpërmjet urinës. Rrit prodhimin e urinës pa irrituar veshkat. Ul rrezikun për formimin e gurëve në veshka. Lehtëson inflamacionin në traktin urinar. Në shumë raste përdoret për të ndihmuar në trajtimin e infeksioneve urinare dhe mbajtjen e ujit në trup. Reumatizma dhe dhimbjet artikulare. Hidra është antiinflamator natyral dhe përdoret tradicionalisht për reduktimin e dhimbjeve te njerëzit që vuajnë nga artriti reumatoid ose osteoartriti, pastrimin e artritit urik nga gjaku, që shpesh shkakton dhimbje në kyçe, forcimin e kockave dhe muskujve fal përmbajtjes së lartë të kalciumit dhe magnezit. Disa njerëz madje aplikojnë gjethe të freskëta hithre në zonat me dhimbje për efekt të menjëhershëm ngrohës dhe qetësues. Anemia dhe mungesa e hekurit. Një ndër përdorimet më të njohura të hithrës është një trajtim natyral i anemisë, pasi është e pasur me hekur i cili është kyç për prodhimin e hemoglobinës. Përmban vitaminë C që ndihmon trupin të përthijë më mirë hekurin nga ushqimi dhe ndihmon në rritjen e energjisë dhe presionin e qarkullimit të gjakut. Kombinimi i hidrës me agrumet ose mjalt rrit efektin kundër anemisë. Çaji i hithërës pastrues i gjakut dhe energjive të trupit. Tradita përdoret nga gjyshet për të pastruar gjakun, sidomos në pranverë pas dimrit, kur trupi ishte i ngarkuar me toksina. Përgatitja: një lugë gjelle me gjethe të thata hithre për një filxhan ujë. Zihen për 5 minuta dhe pihet 1 deri në 2 herë në ditë. Përdorim: përdoret për anemi, lodhje, pastrim gjaku dhe shtim imuniteti. Kompresa me hidra për reumatizëm. Tradita: në zonat malore njerëzit fërkonin me gjethe të freskëta hithre në nyje ose në shpinë për të qetësuar dhimbjen. Efekti: djegja e lehtë shkakton përmirësim të qarkullimit të gjakut dhe ulje të inflamacionit. Një metodë e përdorur me guxim, por me efekt të jashtëzakonshëm për dhimbjet kronike. Lëngu i freskët i hidrës për flokët. Tradita: gratë dikur lanin flokët me ujë hithre për t'i forcuar rrënjët dhe për t'i dhënë shkëlqim. Përgatitja: zjedhni hithra në ujë për 10 minuta, lëreni të ftohet dhe përdorni si shpëlarës pas shampos. Efekti: ndihmon në rrënjen e flokëve duke eliminuar zbogtjen dhe stimulon rritjen. Supa me hithra për pastrim dhe forcim të trupit. Tradita: në fshatra përdoret për të shëruar trupin pas sëmundjeve ose lindjeve. Përgatitja tradicionale: gjethe hithre, qep, hudhër, pak oriz ose miell dhe vaj ulliri. Gatuhet ngadalë dhe pihet e ngrohtë. Thuaj që supa me hithra e ringjall të trupin nga raskapitja. Vaji i hithërës për lëkurë dhe plagë. Tradita: përdoret për infeksionet e lëkurës, kruajre, akne dhe plagë që nuk mbylleshin lehtë. Përgatitja: gjethe hithre zhyteshin në vaj ulliri për 15 ditë, më pas filtrohet dhe përdoret në lëkurë. Efekti antibakterial: shëron çdo plagë dhe qetëson lëkurën e irrituar. Dhe mos u çuditni nëse dëgjoni që hithra është përdorur dikur edhe për të rritur fuqinë seksuale apo si një eliksir natyral kundër plagës. Breza të tërë kanë besuar se kjo bime e egër me gjethe që djeg mbart me vete një fuqi të rrallë. Nuk është çudi që në mjekësinë popullore lëngu i hithrës është konsideruar si një tonik për trupin, por dhe për shpirtin. Thohet se forcon gjakun, rrit dëshirën dhe ngadalëson shenjat e kohës në lëkurë dhe në flokë. Në shumë zona meshkujt pinin çaj hithre për të ruajtur vitalitetin, ndërsa gratë e përdorin si pjesë të kurave për rininë e përjetshme. Nga përrallat e lashta te shkenca moderne, hithra vazhdon të qëndrojë si një nga dhuratat më të fuqishme të natyrës. Djeg në fillim, por shëron në thellësi. Në çdo cep të Shqipërisë, hithra nuk është thjesht një bimë që rritet në ar, ajo është një farmaci e gjallë, një trashëgimi e mençurisë popullore që brez pas brezi shëronte trupin dhe shpirtin. Ajo që dikur ishte bari të varfërve, sot është thesari të diturve. Nëse ju pëlqeu, mund t'i bëni like dhe share kësaj video
në mënyrë që të përhapim traditat dhe mjekësinë popullore duke u afruar më pranë natyrës. Faleminderit për kohën tuaj. Shihemi në videon tjetër.